Prefekti ridal në terren për të parë situatën në territorin e qarkut Kukës, si paraqitet deri në këtë moment situata, pasi ka pasur shumë problematika gjatë këtyre ditëve të fundit, ku më të tekstuar janë has edhe në Kukës. Situata, siç jeni edhe ju dëshmitar, ka qenë e vështirë dje dhe vazhdon të jetë e vështirë edhe sot. Sasia e rreshjeve ka qenë shumë e madhe, trysnia në rrugët kombëtare edhe në rrugët rurale po ashtu shumë e madhe. Aktualisht po punohet në të gjitha segmentet. Kompanitë që janë kontraktuar për mirëmbajtjen e rrugëve janë gjitha në terren, rrugët nacionale janë gjitha të kalueshme. Momentalisht kemi një problem kalimi këtu në zonën Grykën e Vanave, në rrugët që të shojnë në Orgjos edhe në Zapot dhe Cernalev. Rruga Cernalevës, ky variant i rrugës është i bllokuar për momentin për shkak të rrëshqitjeve, duke qenë që rrëshqitjet vazhdojnë dhe tash që flasim është e pamundur që të ndërhyjet në atë pjesë, kështu që për raste emergjente banorët e Cernalevës duhet përdorin rrugën alternative nga Shishtaveci. Rruga që të çon për Orgjos, varianti poshtë këtu në krahët do centralit, gjithashtu edhe ajo është jashtë funksioni për shkak se rrjedha e madhe e lumit ka marrë me vete një pjesë të trasesë rrugës dhe aktualisht është i përdorshëm vetëm kjo rruga e sipërme, po themi që është diçka më e gjatë dhe aktualisht këtu do të vijë dhe makineritë që do të shkojnë drejt Urës që lidh dy fshatrat Orgjos me njëri tjetrin, pasi atje ka pas një rrëshqitje të trasesë rrugës ngjitur me Urën dhe do shikohet kush është mundësia që mund të riparohet për një periudhë shkurtër dhe për të pa pastaj në një periudhë më afatgjatë se kush janë ndërhyrjet që duhen bë. Gjithashtu kjo zonë për fat keq ka vujt dhe mungesën e energjisë elektrike, për shkak se në fillim të Grykës dy shtylla janë shkëput si shkak e prurjeve të lumit. Ekipet e OSHE-s janë në terren dhe besoj për pak orë do arrihet rilidhja e energjisë për gjithë zonën e Shishtavec, Novosej dhe pjesën fshatrat lart.